Një zjarr ka përfshirë pasditën e të dielës tregun industrial në zonën e plazhit të Durrësit, ku ndodhen mbi 20 dyqane që operojnë gjatë sezonit veror. Tregu, i ndërtuar kryesisht me struktura të përkohshme dhe llamarina, ka bërë që zjarri të përhapet me shpejtësi. Fatmirësisht nuk ka pasur persona të lënduar, por sipas burimeve, zjarri ka shkaktuar dëme të shumta materiale. Në vendngjarje kanë bërritur 5 mjete zjarrfikëse dhe 3 autobot ujë, të cilët kanë punuar për shuarjen e flakëve dhe për të shmangur përhapjen e mëtejshme të zjarrit në dyqanet e tjera. Ndërkohë, një vatër zjarri është shfaqur në fshatin Hoshtim në Florë. Flakët kanë nisur pranë varrezave të fshatit, por përhapja e tyre është favorizuar nga era e fortë. Nga zjarri janë rrezikuar edhe banesat aty pranë. Policia ka evakuuar disa banorë që jetojnë në zonën përreth. Po ashtu banorët kanë zhvendosur edhe bagëtit nga stallat, ndërsa në vendngjarje kanë shkuar mjete zjarrfikse, si dhe është kërkuar ndihmë edhe nga forcat e armatosura për të ndërhyrë nga ajri me helikopter.